ka njerëz që nuk i kam falur kur, a kam haram. Nëse nuk e kanë meritu faljen dhe i kanë përsërit gabimet, se her i ke falë të njëjtën gabim e kanë ba, dhe të nxënë apo të konsiderojnë për mendje lehtë se ti i falë, mos i falë. Falja i bëhet apo jepet dikuj atër kur e din që është pendu, është të dash mu përmirësu, është të dash po shihen shenjat e mira të ai. Ka raste kur ma mirë është mos m'ia fal dikuj. Nuk po tham detyrimisht m'ia marr hakin, me bë fesat për çamjen fytyrë tokës, me shku mu përlase, mu vra me ta. Nëse është e nevojshme me shku me bë ankesë në shtet, shkon bën në polici. Nëse është e nevojshme me çu në njëri e çan, nëse është e nevojshme thjesht mu idhnu me ta, idhnohesh. Ja len Allahu xhelle shanuhu, pra nëse nuk mund me marr hak në me rrugë të lehtëshme, atëherë ja len Allahut, nuk ja fal patjetër. Pra ka situata kur ma mirë është mos me fal. Sidomos atëherë kur shet që personi është zullumçar, edhe thot hajt se këta mu ma falin, edhe vazhdon duke u bën zullum aty, u hyp në kokë apo mbi kokë njerëzve. Pra duhet mi pas situatat. Në përgjithësi falja është ma mirë, por në disa rrethana nuk preferohet.